What the fuck? Lajmi më bombastiki kësaj fundjave ishte largimi i Benitës nga BBVK-ja dhe u tha që ishte një padrejtësi. Benita kërkon drejtësi dhe këtë gjë do ta çojë në dyert e gjykatave. Prap gjykatë. Nuk e di se sa gjyqe do ketë produksioni i BBVK. Duket sikur po, gjithë për atë, por ne do të kemi në telefon pas pak menaxherin e Benitës për të na dhënë një deklaratë zyrtare. Për të na shuar kuriozitetin nëse do ta çojnë gjyq, do ta çojnë çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur. Se dhe Benita ka bërë ca postime kështu të frikshme. Për ato postime Kostian sapo pash para se të nisim live-in një deklaratë nga menaxheri dhe ishin fake. Storyt ishin fake. Asnjë deklaratë zyrtare nuk ka dalë nga Benita. Po kush kemi bërë me Photoshop. Aq fake sa deklaratat e Labinot Regjës, të cilat po ashtu fshin. Nisë se Labinoti është Mos të futemi me kokë të BBVK-ja, se do futemi pas pak kur të kemi në telefon menaxherin. Do rrim pak tek Miri dhe Selin. Miri u bë domethënë për 2 lekë tek prajmi i fundit. Shikoj, di çfarë ishte më e tmerrshme që Miri u bë pjesë e grupit të Rogertit. Pra unë e prisja Mirin të ishte një pol i shtëpisë dhe ai u bë pol nga Rogerti në grup të Rogertit. Po kur s'ke që mban vetëm lojën me Selin dhe vetëm lojën e krevatit që nga 20 dhjetor më vjen keq, po do gjesh në një vend të kulturrish. Nuk e prisja që Miri të binte vërtet kaq poshtë, sepse gabimi i parë ishte që vajti në grupin e Rogertit, me atë të cilin në sharë dhe çfarë nuk i ka thënë dhe Selinës. Gabimi më i madh i jetës së tij do pendohet ai. Gabimi i dytë ishte që nuk reagoi kur babai i Selinës ja tha trot çfarë duhet bënte. Dhe ky vajti të shpella i tha atë flim pra bashk, bënte xhelozin e shekullit si i dashuruari kundrejt Gimbos dhe tani s'di ç'të. Nuk e mendoj gabim atë. E di pse nuk e mendoj është gabim, sepse ai mbase ka menduar dhe ka thënë. Babai i Selinës e ka thënë këtë gjë sepse normalisht do të shohë të bijën më lart se sa unë. Pse unë duhet ja jap kënaqësinë dhe të shkoj Selina më lart në lojë. Po ato fjalë ishin për lojën, ato fjalë ishin shumë personale. Ato ishin shumë bravo, këtë konteksti atyre fjalëve ishte shumë personal. Pra nuk mund të thuash që se ai tha që kush është i tepërt në atë krevat le të iki, nuk i tha kush është i tepërt në lojë le të iki. Pra ishte shumë i përqendruar i gjithë deklarata. Po nga ana tjetër unë kam dhe diçka për Selin, sepse tani Selin e kuptoi që duhet të ndryshonte komplet lojën. Pra, tani ti pse akuzon Mirin kur ti ke marrë kaq shumë sinjale nga Gimbo dhe nga të tjerë dhe nga Flori nga Greta po ashtu. Mendonte Greta sikur e kishte personale me Selina. Tani që tha babai, ty tani vetë ti i largohesh mirë, se deri tani ishte në rregull ti. Pa ajo se si po lexohet loja nga jashtë dhe tha, "Ok, tani erdhi koha se më duket është e prutha." Kur e pranove strategjinë të pëlqeu. Kur e bere të pëlqeu. Shiko, mua s'më pëlqeu reagimi Selinës vetëm për një gjë, sepse edhe në këtë moment ku ajo duhet të thoshte dhe mos të mbronte ai shumë babain e saj, sepse fjalët ishin vërtet të rënda. Ajo u shokua dhe e mbrojti. Ajo e mbrojti babain dhe tha, "Shiko, prapë ai është i mirit. Shiko tani, të gjithë njerëzit gabojnë." Babai i Selinës me fjalët që ka thënë ka gabuar. Pavarësisht se dhe Miri me sjelljen e tij sigurisht nuk kishte shumë më shumë drejt, por nuk ishte për ta mbrojtur fjalët që ai përdori kundrejt Mirit. Fjalët ishin ekziston kjo, po për mendimin tim Selin është rritur jashtë masë në lojë me prajmin e fundit dhe është bërë një nga pretendentët kryesore për ta fituar. Ajo mori një qëndrim lideri në prajmin e fundit, kishte kundër Rogertin, Mirin, gjithë grupin e tij dhe ajo tani është pozicionuar kundrejt të gjithë këtij grupi dhe fakti që është ndarë nga loja me Mirin, për mua i jep më shumë pluse. Kjo është fiksa ajo çfarë unë doja të shikoja nga Selin, sepse para disa ditësh unë kam thënë që Selin pa lojën e një mashkulli në krah nuk ecën dot përpara. Pra ajo do një mbështetje, por në prajmin e fundit ajo vërtet tregoi që mund t'ia dalë dhe uroi që ky të jetë një nisje. Dhe veshja e Selin ishte veshur kështu me kishte dhe kishte nevojë dhe një postim në Instagram, më burr se disa burra brenda asaj shtëpie. E shkruajta unë, apo e shkruajtën ato, se e komentova dhe unë te faqja Instagram. Mua më bëri përshtypje një deklaratë që ajo ka thënë orët e fundit në shtëpi, ku ka thënë që unë e kam me pikpyetje se sa korrekt është marrëdhënia e Mirit me gruan e tij. Dhe kjo ka nxitur shumë zhurmë në rrjet, madje edhe gruaja e Mirit kishte ka bërë një postim në Instagram ku ka thënë mos të merrni me martesën time se unë e kam zgjidhur këtë punë para 10 vitesh para. Si ka nga xhelos për ringonit. Shiko, mua më pëlqen shumë gruaja e Mirit për reagimet
shumë sportive që ajo ka në media dhe nuk intereson fare ajo. I kthem përgjigje me TikTok. Më pëlqen, jo, realisht më pëlqen. Burri thot ajo është i imi, të bëjnë çfarë të dojnë ata. Maj shatsi. Fakti që gruaja e Mirit është shumë e qetë dhe nuk ka ndonjë reagim. Tregon që kanë besim, ose kanë besim ose Mirja ka thënë më përpara. Bravo. Pra Mirja ka thënë më përpara që shiko, unë do futem. Ai se dinte që ishte Selina aty brenda dhe do kishin këtë marrëdhënie. Jo, ishte vajzë tjetër, bravo, unë do futem, do bëj sigur do flirtoj me vajza të tjera, pra do ta kem lojën shumë të përshëndruar tek një marrëdhënie, mund të jetë kjo pakt. Si të qeja vërtet mund të jetë gjermane më i motër, po të forkohet burri ashtu në krevat. Vjen keq, po. Unë mendoj që gruaja e Mirit është vërtet shumë perëndimore dhe njerëzit nuk e kanë këtë xhelozinë e theksuar që kemi ne ballkanasit dhe këtë që duam të jemi gjatë gjithë kohës ngjitur, po gjithsesi mbase një ditë do ta kemi dhe gruan e Mirit për të diskutuar dhe për ta pyetur. Po, ndoshta mund ta kemi. Unë do të komentojmë pak edhe Mateon dhe s'pëlqeu fare se si Arber Hajdari është bërë shumë arrogant dhe i thot Mateos ka hyrë vetja në qef kur i vetmi që i ka hyrë vetja në qef aty është Arber Hajdari. Domethënë, thot mos më ndërprisni kur banon të flasë thot prit se zgjata si shumë ti do të ndërpresë. Çka ka bërë Mateo? Çka ka bërë Mateo që i ka hyrë vetja në qef? Mateo as po ofendon asgjë. I kthen përgjigje që meritojnë kur ofendojnë. Patjetër, nuk strategu më i madh aty se atë ishte Bajamja e tim të gjithë. Do flasim për atë? A do ta cekim? Them mos ta cekim. Mos ta cekim se iku Bajamja, iku dhe Po nuk mendoj që Mateo si ka hyrë vetja në qef. Ka diçka. Mateo edhe sikur të jepte vetja në qef, absolutisht jam shumë dakord ti jepi sepse në fund të fare ka dalë i preferuari publiku, do shumë i komentuari, fanpage-et janë duke shpërthyer jashtë, po bëj gjithë ajo zhurmë. Kështu që edhe un po tisha do mi të vetja. Po pres Monikën që të heq dorë nga Miri dhe të kaloj nga Mateo. Ka menduar për diçka, për Brikenën dhe Mateon dhe i kam rënë thellit si thoshte. Ke filluar të shohësh ëndra. Dgjoj. Unë jam me këtë shprehjen për Brikenën dhe Mateon që he fell first but she fell harder. Domethënë ai era në dashuri. Jo një sekondë ta shpjegoj. Ai era në dashuri në fillim, kjo ka pse? Sepse u vu play kënga, që i bërej surprizën, ky hiç, sepse kishte dash genën ky. Edhe erdhën ato dy këngëtarë dhe kjo tha, po ti nuk e di tha kjo kënga çfarë kupton për ne? Ai e kisha harruar. Do të bëj një pyetje? Kaç, a nuk e di tha? Do të bëj një pyetje se e kam me ty tani. A nuk ndryshoj Brikena sjellje pasi Mateu shpalli preferuari? Po ik tash. Ajo e mori çai duaj dhe po bën si dashuruar. Dhe ai e mori sinjalin dhe tha hik Brikena pas unë që ka më se dim duket sikur po e pëlqen tani dhe do që ky t'ja vërtetoj që e pëlqen. Po ka qenë vjetor. Ka ndryshuar rolin. Ka qenë vjetor. I ka rënë kapaç. Para ju s'e besoni që Brikena ndjen tani? Jo. Po më fale, ke parë si përqafon Brikena? Prit mirësi. Okej. Po edhe po kishte tani, okej, se ndoshta ashtu e ka përqafimin, po rombi. Ajo nuk që s'bëhet me nerv shatik në atë përqafim. Vajte shtylla kurrizori ka dalë kështu. Nuk që s'bëhet me nerv shatik. Shtylla kurrizore po çat bon? Po çat kanë bon, bre. Ta mbledhin veten tani dhe shkoa që të bëjmë telefonatën me menaxherin. Hajde Kostian, merre. Atë le ta telefonojmë. Inshallah. Alo, përshëndetje, si jeni? Përshëndetje. Flas me menaxherin e Benitës? Po. Atëherë unë jam Kostiani dhe të telefonoj drejt për drejt nga emisioni për të bërë një pyetje fare të shkurtër, lidhur me reagimin tuaj për kërkesën e rishqyrtimit të votave kundrejt Benitës. Pse mendoni që ka pasur një padrejtësi kundrejt asaj? Sepse kështu e mendojna edhe votat që na i kena dërgu paka shumë e kena një statistik. Edhe jena të pritën televizionin me na dërgu pjesët e votave kandidatëve, po realisht nuk janë të nou përgjigj fare. Okej. Tash jena të mundu me emaila përmes ekipës sonë, tash po presëm. Sepse ka pasur dhe një reagim rreth një procesi gjyqësor, një... Jo, ka pasur lajme tjera janë kriju fake. Ka shumë lajme. Janë lajme që shfrytëzohen për pare tash. Nga ana tjetër, Benita ka postuar një story në Instagramin e saj ku thot rrugës për Tiranë, edhe ashtu ka nisur më pas diskutimet nëse Benita do jetë pjesë e Big Brother VIP Albania. A qëndron ky lajm sa i vërtet është? Jo, thjesht u kon story momentale
Po, realisht nuk ka official në gjo. Po, ka një tentativ nga ana juaj, apo? Jo. Momentalisht asgjë. Asgjë konkrete. Dhe një pyetje të fundit, shumë prej banorëve, disa në fakt, kanë shprehur pak kënaqësi kundrejt produksionit të Big Brother VIP Kosova, një ndërto dhe Labi, i cili tha që do e ndjeki çështjen edhe penalisht. Ju sapo thatë që produksioni nuk ju ka kthyer një përgjigje për rishikimin e votave. Nëse kjo heshtje nga produksioni vazhdon, a do e çoni çështjen dhe në gjyq? Po, realisht, po presëm, ata banorët e tjerë që do që jep komunikata më në përgjithësi për qa flet. Pjesa jonë është me pritë edhe një periudhë se sa po shkon që kjo, edhe mas ne i shofëm, kena avokatën tonë gjonat që Dhe një pyetje të fundit kisha unë, Benita si është, se kemi parë që është aluduar që ka qenë në një gjendje paksa të rënduar. Emocionale si është Benita tani? Po, është në gjendje, nuk është në gjendje të mirë, emocionale. Pse? Për shkak largimit? Po, thjesht u prek se e ka po vetën se që është u bu për mrena Bigut, si të mos kohën e fundit, se ka marrë shumë akuza që Benita ka i vetë me një pëlqem, edhe ka rriti aty, kurse Benita na si publik ndoshta e kena po në forma tjera që ka bo këtë gjoloj. A ishte premtuar Benitës finalja? Ka po vetën më mirë se banorja tjetër, se i përket lojës. Doja dhe një pyetje të shkurtër, a ishte premtuar Benitës finalja nga produksioni në një farë mënyre? A e kishim lënë ato të nënkuptohet? Jo, s'ka pas asni premtim, asni gjë, thjesht ka i si banore dhe kaq. Dhe ajo e ka përjetuar sepse ka pritur që të ishte pjesë e finales, apo jo? Po, edhe po me një prime para gjysmë finales, këtë gjë Benita ka marrë akuza dhe bollizime që nuk është prita, ato kena reagu dhe në Instagram. Edhe besoj që akuzat ju kanë drejtu direkt asajna është bollizu për mbrenda dhe është një falendimin këtë pjesë. E vërtet. Ne urojmë që Benita të bëhet sa më shpejt mirë, edhe pse jo ta shohim pjesë të Big Brother VIP Albanians. Do ishte interesante. Të falenderoj shumë. Faleminderit që ishe pjesë e WTF. Mirupafshim. Faleminderit. Ciao. Pra, asgjë e konsoliduar, gjithçka mund të ndodh, produksioni është në heshtje, dhe një gjendje e rënduar e Benitës, me thënë të drejton mua më vjen keq, sepse pas një eksperiencë të tillë nuk duhet të dilte kështu të themi. Me thënë të drejtën Benita e meritonte atë finalen. Për të qenë si që meritonte edhe Gerta vjet këtu, po, për të qenë realist, dhe me thënë djali që ka shkuar në finale Ludo, nuk Nese se nuk kemi këtu dhe nuk kemi askushin funditës për të gjykuar zgjedhjet e publikut. Për një gjë kam qenë gjithmonë kurioz për Big Brotherat në përgjithësi dhe për banorët që kishin pak kënaqësi për votat. A është kërkesë legjitime pra e drejtë, kanë të drejtë banorët të kërkojnë të rishikojnë votat, se di si është në Bibël në Big Brother. Jo, është sepse është pjesë e kontratës. Dhe për aq kohë sa çdo gjë është e parashikuar dërguar dhe ty kontratën, sigurisht që faktisht ata shprehin që do shkojmë në gjykat, pra ka diçka të parashikuar dhe për padrejtësi që mendoj që produksioni nëse është aq i drejtë, mund t'ja tregoj votat fare. Po, nëse nuk ka diçka për të fshirë patjetër. Pse bëhet gjithë kjo gurgule? Po se varet si kanë pasur marrëdhëniet si janë ndarë me njëri tjetrin. Kemi ne me ta. Jo, ne pun kemi me ta dhe do vazhdojmë të merremi, po deri atëherë do Kemi punë për Shihemi të mërkurën në orën 6 sërish live. Pafshim. Ándale!